Ndonë se Alianca për Shqiptarët është ndarë në 4 pjesë, Arben Taravari thot se nuk ka shumë alianca, por ata që tani më janë larguar, ai quan fraksione. Për të diskutuar këto dhe shumë çështje të tjera, në emisionin Debat në Shenja ka qenë i ftuar pikërisht e kreu i ASH-s Arben Taravari, i cili nuk u kursye as pak në deklaratat e tij, e sidomos ndaj koalicionit të Vlen, që janë pjesë e qeverisë. Kritikat e Taravarit ndaj Vlenit ishin të ashpra, duke i cilësuar si një moçal politik. Taravari tha se situata brenda koalicionit është e papranueshme dhe e mbushur me përplasje të vazhdueshme mes eksponentëve të tij. Mua fatkeqësisht Abedin, mua Vleni më duket më një moçal politik realisht. Është e gërditshme kur e shef brenda çfarë ndodh. Gjithë ato përplasje njëri me tjetrin. S'kemi lidhjen e aty, as na intereson. Diskutojmë saktësisht. A do jetë Azir Aliu, a do jetë Arben Fetau, a do jetë Fatmir Limani, a do jetë Bilal Kasami. Megjithatë, ai shpreson që subjektet brenda këtij koalicioni të arrijnë sa më shpejt një marrëveshje dhe të unifikohen, pasi sipas tij, përçarjet e brendshme po e dëmtojnë imazhin politik. Duke pasur parasysh se Taravari ka qenë njëri ndër liderët e Vlenit, ku të gjithë së bashku premtuan ndryshim, për këtë gjë, ai u kërkoi falje publike qytetarëve shqiptar për premtimin e dhënë në vitin 2024. Po kjo që ndodh, ne premtuam në vitin 2024 qytetarëve të shqiptarëve në Maqedoni, po u sjellim ndryshimin. Abedin, në qoftë se është ky ndryshimi që e kemi premtuar për këto 20 muaj qeverisje të Vlenit, atëherë unë publikisht dua të kërkoj falje të gjithë shqiptarëve sepse i zhgënjyem. Nuk ishte ndryshim, po thjesht është një zhgënjim i madh, domethënë një diskreditim dhe një degradim i komplet statusit të shqiptarëve në Maqedoni. Në këtë emision, Taravari gjithashtu krahasoi rezultatet e zgjedhjeve të 2024-s me ato të fundit, duke theksuar rënien e votave të koalicionit të Vlen, pavarësisht se tashmë ndodhen në pushtet.